e fundit, pata rastin të vizitoj qytetin bregdetar të Ulqinit jashtë sezonit turistik. Në episodin e kaluar, folëm me kryetaren e Bashkisë së Kalas Historike të Ulqinit, me surfiste nga Zvicra dhe me një gru fshatare në pazar. Në këtë episod të Ulqinit, do të takoheni Ramiz Hajdaren, një udhëhec së njohur të kulturës e folklorit nga fshati Zenelaj në rajon të anës së malit. Ramizi do të na tregoj artin e lashtë të pjekjes së kafes mbi zjarr të hapur, ashtu siç është bërë prej qindra vitesh. Do të takojmë gjithashtu turistët holandez, Trudy dhe Martien, si dhe Hanen, një kosovar nga Istogu që jeton në Norvegji edhe në Ulqin. Kafje erdhi në Ballkan me perandorin Osmane në shekullin 16, pasi kishte udhëtuar nga Etiopia përmes porteve arabe deri në Stamboll. Tre andej u përhap në gjithë perandorin, nga Stamboli në Sarajev, Shkup e Prizren dhe mandaj në tërë Ballkanin e Evropën. Për shekuj me radhë, familjet e pjeknin vetë kafin në shtëpi. Kokrat e gjelbër përziheshin në një enë metalik mbi zjarr të hapur, derisa të merrnin ngjyra dhe aromën e bukur. Pastaj bluheshin me dorë në një mulid vogël ose shtypeshin në havan dhe ziheshin trash në një gjezve. Dikur, ere e kafes së pjekur përhapej nëpër çdo fshat, shenje që do të vinin mysafir dhe së mekpritja ishte gjallë. Edhe sot, kur njerëzit e pjekin kafin me dorë, nuk është vetëm tradit, është një akt e qetë kujtes që ruan në zemër ngrohtësinë e vjetër të mirëseardhjes. Unë quhem Ramiz Hajdari, pra jam nga fshati Zenelaj, pra merrem me veprimtari kulturore, jam kryetari i shoqatës Globus Art, edhe Globus Art, shoqata Globus Art, edhe merrem me organizimin e eventeve kulturore, panajireve të ndryshme, llojet e festivaleve të ndryshme kulturore të stilit etno dhe atyne modern, pra kafen e bam vetëm kur kena evenimente jo bam për qef. So, na kalzo, so a je lind këtu? Po, jam lind, po. Në Zenelaj. Do thot me një katon? Po, me një fshat shumë bukur, në Zenelaj. Kur ke qenë fëmija, ke qenë i vetëdijshëm, çka do thot më kanë fëmijë afër një vend shumë e njohur nëpër botë, një vend turistik, a keni qenë vetëdijshëm kur ke qenë kato? Po, patjetër se kena domethënë jena marrë me turista fshatet ku janë vende turistike shumë të njohura, domethënë sepse ishte edhe rrugë tranzit që kalon krejt Evropa perëndimore, Evropa mesme, gjithë Evropa kalon domethënë ka fshati jem, domethënë ishte zonë tranzit, domethënë aty ka shumë frekuencë makinash. A ke punu turizëm diçka? Jo, si fëmijë nuk ishte jam marrë me turizëm, kam kryer shkollën edhe mësoj jam marrë më tepër me tregtim, mësoj kam filluar me artizanat, se unë merrem shumë me artizanate, domethënë kam punimet e mia me motive kombëtare, edhe me motive me qytete të ndryshme të lashta shqiptare që i punoj domethënë të shtëpia aty. Me drua me çka? Po një punoj me dru, mësoj bëhet
forma dhe përmes formës punohen tjera figura. Metallove? Ishte gips, pra një punohet gdhenjë ndru, atëherë unë baj formën e baj kalepin vetë dhe pastaj baj ma tepër, bëhen shumë ma shpejt kur ish kalepi. Edhe ata i kam, atje në fshat shes ata gjanat, në rrugën kryesore, të parku Hajdari Familji, se kena në parku familjes tonë që ka investu kushina e në Amerike, ka ba parku, ishte vetëm i parë që ishtë në komunë Tulqinit, edhe atë unë i kam një 4 kioska që shes, mirë po aty punom edhe gjatë verës, edhe gjatë dimnit, kurse tash unë kam këtu një kiosk këtu në pazar, dhe më thonë këtu në pazar edhe këtu, merru me festivale, organizoj çdo muaj tu për me promovu këtë pazar, se këtë pazar ishte hap si mjet për herë të parë, pra në vitet 80 ky pazar ka qenë funksionar, në fund viteve 70 deri në vitet 90 ka qenë artizanat. Masonej ishte mëll, nuk ishte mëll, por kanë filluar me shit tesha, edhe tash na si mjet e kena hap, për herë të parë këtë pazar këtu, edhe kena, por tash nuk ishte funksionu se dimen, gjatë verës kena punu disa artizan tu. Deri në fund të shtatorit? Po, deri në fund të shtatorit. Tash pa qyrim pa kafen, se pa të bo ma bet pa na digjet kafja, pa qyrim pa. Në me thonë, vetëm pak. Qëfar era? Shumë e mirë. A mundish me di prej erës a është pjekëna? Po, ja nuk është pjekë, danë shumë më pjekë edhe një 10-15 minuta. E kur keni marrë këtë zonat me kafe? Me kafe ka një 2-3 vjetë që i kam fillu. Kush i ka mësu? Më kam mësu një shoqe eme prej Gjirokastret. Aja ishte vetëm në Shqipni që e ka. Edhe banë pazarin e Gjirokastret, mirë po, unë e baj edhe këto në gurë, kja mahet, pi këto hidhet në atë gurin aty, kam 3 gurë, kam atë 2 atje në fshat, edhe pi gurit e hjetë në ranë, ja si e bajnë tjertë që e pjekin me një shpëret bukër, por pri gurit shkan në ranë që e fitan shia edhe matë mirë, pri gurit në ranë, pi që to hidhet në gurë, edhe shkan. Do thëtë kjo metod shkon shumë ka dalë? Po shumë ka dalë, po shumë baj, shumë. Një familje më siguri ka më për vetin, ajo më shqipë? Po dikur i kanë bërë kështu në shtëpia, por dikur ka kanë jeta shumë ma zorshme, edhe dikur i kanë bërë kafe kështu se s'kanë pas mjetë tjera me bërë. Nuk kanë pas tjetër. E qësh është tash jetët dirisa dimnit, që ka përboj njërë zullqinase? Dimnet knaqën, punom ka pak, rrim, fiton verës, punom shumë, punom 20 orë, 24, s'ka me vjetë dhe vera është turizmi, duhet me punu shumë. Dimnet njerëzit përfitojnë gjatë sezonit turistik, edhe masaj dimnit normal që ata që punojnë punë shtetit, ose në punë që janë të regullt me tregti, ose kanë veprimtari tjera, normal që punojnë ma dimnit, nërsa këta që merren me tregti, ose kanë dyqane që punojnë vetëm gjatë verës, ta punojnë gjatë verës me orar shumë ma gjatë, edhe masaj verës merren me i punë ma të letë, ose kaj ma të i përpëshim. Qëfar marrëdhënie keni me Kosovën? Do thë ju ulqinaset, jeni mushën me Prishtinaset, me Kosovën qëto verë. Qështë po njiheni ju si shqiptar të Malezi, shqiptar të Kosovës, qështë farë marrëdhënie keni? Po, një gjë marrëdhënie të janë shumë mira prej kove, prej viteve 60-ta, 70-ta, 80-ta, sepse na kena shumicën shqiptarë Malezi që janë shkollu, kena pas marrëdhënie shumë mira me Kosovën, se jena shkollu atje në fakultet, ka pas që kanë shku edhe në shkollë mesme, kanë mësu në për qytetet ndryshme të Kosovës, si në Prishtinë, Ferizaj, në Gjakov, në Prizren, apo në qytetet tjera, edhe na kena turizmin më të madh, është prej Kosovës, prej mrena Kosovës, prej Kosovët, edhe kena turizm. A keni misafirë si turisti që po vinë me ju pyet qëto? Apo vinë rregullisht me? Po, kur hapet me artizanale, këto verës, ka turista që vinë të brejnë edhe hapen edhe ta dyqanet tjera, shumica aty në ja krejt, po vitin tjetër këna me i hap gjitha ta dyqanet edhe ka me kanë shumë ma bukur. Po, ishtë si provë, hera parë, si mjetë këna bon disa prova, edhe vitin tjetër ka me kanë shumë bukur, to këna me majtë aktivitete ma tepër, festivalet ndryshme,
Domethënë ka me kanë që jeni kaq shumë ka me kanë shumë bukur. Me jetë, me folklor, Po, me krejt jetë asko. Ato vizitorët, ato turistit që vinë veç mu lave, me fjetë në hotel. Ja, duhet turistat me pa këtu, unë kam pas festivale me veshje kombëtare, shqiptare, veshje të Ballkanit, Bosnjës, Maqedonisë, domethënë turistët kanë qef kur sheh traditën e tonë, kupton? Ata u intereson, nuk turistëve nuk u intereson muzika rock ose klasikse rock, ka gjithkohë, kupton? Se ti që amerikanë ty të interesojnë traditat tona, është ashtu. Nuk të intereson muzika rock Tina Turner ose se i keni gjuhë. Kështu që çdo turist ka qef domethënë atë muzikën që është këtu tradicional. Po shumë faleminderit Ramiz, jemi kënaqur me bisedën edhe inshallah bëhet. Inshallah na del kopja, inshallah na del mirë se ishte fryer shumë. Okej, thank you. Era na pengon po tash pa rregullom. Faleminderit shumë. So here we are in Ulcin in the marketplace in the middle of town, the newest town, and we are here visiting Ramiz who is roasting coffee beans, and we met these friends from Holland. So you have met even off season in October, you have people coming from Europe still, even though the Kosovar are back at work and back at school. These people are coming from Europe and discovering beautiful things on the Adriatic coast and then down into Albania. So tell us, how did you get to Ulcin? We started in Dubrovnik, and then we went to an island, and then we went back. We went in the mountains, and then we started from a place near the coast, and then we went to here. So you've been here 3 days? We have been here for 4 days, but we have 6 weeks holiday. So we nice. make a very nice travel, what Trudy already said. 6 weeks of holiday? Yeah. 6 weeks. Because I'm retired and Trudy must work a little bit. I have 10 weeks a year. What do you do? You're a teacher? I work for the hospital. Oh, really? I take blood from people. Interesting. Well, this is a nice contrast to that, I'm sure. So, what do you think of Ulcin? I think it's a very nice town because you have various things. We have spotted some flamingos in the national park. We saw a very nice thing at the old town. And you have also a little bit of beach life, but we like most the combination of a lot of things you can do here. So tell us about these flamingos. What's the deal with the flamingos? Yeah, we didn't see a lot, but the lake where they are living was very nice, and the views were nice. We were biking there, and we liked it very much. Okay, so this, you have a general sense of Ulcin is... Yeah, I think we have a complete view, and a little tip for the National Park of the Flamingos. Get early then. Okay. Then you have a bike because they have... Bike. So go on bike. Go on bike. Well, you're Dutch people, of course you're going on bike. We like cycling, so we were the first at that time. Oh, nice. And now, so you're going to Shkodër from here? Yes. Okay, and I've given you the tip to visit Ganimet, the Chilim, the rug maker on the marketplace, and follow her if you can home to Zogai, to the beautiful big lake, to see her. They've been making rugs for 100 years in this stone house on the lake of Zogai. So you will have a beautiful time. Shkodër is a beautiful town, and the people are very nice and warm. So after Shkodër, where do you go?
Then we go further to Albania, but I don't exactly know what places. Possibility could be Tirana, Durres, Himare. There are a lot of nice places. Yeah, so you go, if you go to Vlora, then the sea, yeah. Vlora, it changes from the Adriatic to the Ionian Sea. Yeah. So the beaches change, everything changes, and then you get closer to Greece and you have a different culture, different food. There's a different accent, different way of speaking in Albania, so you have many adventures ahead of you. So thank you so much for talking to us. I hope you have a great time on it. We liked it to do it. Okay, Thank you also. Thank you. Dank u wel. Dank je wel. Dank u wel. Well done, well done. Thank you. Qumë Hana Rexhaj, vi nga komuna e Stogut, fshati Cerc. Cerc. Po. Në Ulqin vimi shpesh, kemi shtëpinë tonë. Keni shtëpi këtu? Po. Kur keni bëj shtëpi? Para 7 vite. Aha, për çka? Për Veç për qef, kemi sa këqyrë shumë vene edhe na ka flejt këtu shpirti Ulqini, pasi që burri është pej që ka qenë 7 vjeç. Në Ulqin mi ba pushimet. Histori familjare Po. me arë këtu në vizit. Po. Ju, se shumë Kosovar po blenë tash në Shëngjin ose qirave në Shqipni, po ju keni cak... Ulqinin. Ja, interesant. Edhe krejt familja, edhe fëmit, edhe burri, edhe tafërmit e preferojnë shumë Ulqinin. Okay. Pse? Për shkak të kulturës, mikpritjes, edhe sigurisë. Ashtu siguria e veçantë. Se na kem fëmijë të ri, janë ardhur prej që kanë qenë vogël, edhe një siguri, një mikpritje që pakun e gjanë. E çka po bëni, që po argëtoni veten kur jeni këtu? Këtu shumicën e kohës masi që e kem shtëpinë, e shfrytëzojmë edhe me shëtit, se dalim për shembull nuk ka shqërrimi veç një vend në rrethinat e Ulqinit kësaj dhe. Ku për shembull? Fillojmë prej Tuzit, Malsis, edhe të gjitha vende këto që na i preferojmë, ku ka të bëj shqiptar, ka dhe malazez, ka se në fe nuk ndahet, po mikpritja është maksimum. E tasha keni qenë, do thot jetoni vetëm ose në Kosovë ose në Ulqin? Ne rrimi 6 muaj, ne jemi jashtë në Norvegji. Norvegji? Po, edhe preferojmë ma shumë në ecë për shkak që koha, se koha atje është shumë e ftoftë. Ku jeni në Norvegji? Në Stavanger. Which is where compared to Oslo? Është 10 orë prej Oslos. Në alta poshtë? Po, poshtë. Në fund Stavanger. Është një qytet shumë i mirë. Vendi është shumë i mirë. Norvegji është e hapur. Është gjindë qetë, gjindë mirë, një kulturë shumë e mirë. E ju pjesën mirë? Po. Në Norvegji. Atje kemi jetu 27 vjetë. Wow! Çka punon? Burri ka kompaninë e vetë. Edhe tani vimi rrimi ma shumë për shkak të kohës, për shkak që edhe fëmija ka nisë gradualisht me na u kthy, për shkak që ju pëlqen Kosova. Është si më thanë gjallëni, është zemra. E ku konsiderojnë shtëpia fëmijët? Në Norvegji, në afër Pejës, a këtu në Ulqin? Ku po thonë, hajde po shkojmë te shtëpia? I kam fëmijën të voglit, për momentalisht i kam në Prishtinë. Është 23 vjetë edhe 22 vjetë. 12 i kam në Norvegji.
Do të sa fëmijë ke kri? 4. O 4. E çfarë gjuhë po flasin do të norvegji? Shqip, Shqip, anglisht, anglisht. siguri. Po, anglishtën është që prej klasës. Do të krejtë në po. Skandinavi krejt po flasin atë. Po. Do të ju keni krejt që të shumë është një sen mirë me pas një jetë me bisedu me krejt që të Po. Shumë faleminderit që jemi taku. Ska ishte kënaqësi. Edhe urnoni këtë kafe që kemi pjek tash në dorë. Thank you so much. Faleminderit nga jo. Faleminderit. Gëzuar. Gëzuar. Rrofsh. Faleminderit.